Imagjinoni për një moment që biznesi juaj aktual të mos paguaj asnjë tatim. Mendoni sikur pagat e punonjësve tuaj të përjashtohen nga taksat për 10 vite. Shtoni te mendimi juaj që të gjitha pajisjet, mallrat dhe shërbimet tuaja të përjashtohen nga TVSH-ja, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe nga taksa për pasuritë e paluajtshme. Gjithashtu mendoni që shteti t'ju paguaj për trajnimin e punonjësve tuaj, që kontributet për sigurimet të paguhen gjithmonë në nivelin e pagës minimale. Një ëndër quhet Durana. Durana është një park teknologjik i krijuar me 20 shkurt 2025 dhe është pronë e Korporatës Shqiptare të Investimeve. Në bazë të ligjit shqiptar, zhvilluesi i parkut është KSHI dhe drejtoresha Elira Kokona. Por le të shpjegojmë së pari se çfarë është një park teknologjik. Në vitin 2022, presidenti Bajram Begaj dekretoi një ligj të kaluar më herët në parlament për krijimin, organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore. Ky ligj është dera e parë hapëse për parqet teknologjike në Shqipëri, si qendra inovacioni për produktet e reja teknologjike. Deri këtu çdo gjë është në rregull. Parku i ri teknologjik kërkon një terren të ri. Për këtë, qeveria i dha Duranës përmes VKM-s më 27 mars të 2024-s një sipërfaqe me 140.000 metra katror në Gjavzotaj në Durrës, që do të përdoreshin për hapjen e këtij parku. Durana ende nuk ishte lindur, pasi regjistrimi i saj në shtetin shqiptar u bë me 20 shkurt 2025, pra gati 11 muaj më pas. Por edhe pse ka kaluar 2 vite, që nga koha kur Durana mori tokë nga shteti dhe 1 vit nga momenti që u regjistrua, në Gjavzotaj të Durrësit, toka është djerë. Asgjë nga ajo që shihet nuk duket si një park teknologjik. Për këtë le të shpjegojmë pak se çfarë po ndodhte në Shqipëri, ndërkohë që po projektohej ndërtimi i Durana Tech Park. Nga 1 janari i vitit 2026, e gjithë industria e zhvillimit dhe prodhimit të softwareve në Shqipëri hyri në një regjim të ri tatimor. I gjithë ky sektor u përjashtua nga norma e reduktuar me 5% tatimin mbi fitimin, duke bërë që të gjitha bizneset e kësaj fushë të kalojnë në një regjim standard me 15% tatim mbi fitimin. Rekomandimet e FMN-s dhe BE-s për të mos patur privilegje ushtruan një presion pozitiv mbi qeverinë shqiptare, duke bërë që edhe në paketën e re fiskale të gjitha këto biznese të trajtoheshin njësoj. Por kush janë të mëdhenjtë e tregut të IT-s? Kompanitë kryesore të zhvillimeve të softwareve në Shqipëri, përfituese të parave publike, dihet se janë dyshja Ermal Beqiri dhe Ergyes Agasi, të dy të shpallur në kërkim. Shumë prej kontratave të Akshit janë fituar nga Beqiri, bashkë me biznesmenin Gëzim Hoxha. Ky i fundit me kompaninë e tij First, në vetëm një tender sekret nga Akshi ka përfituar plot 60 milion euro. Kështu, 53 kompani të listuara në këtë tabel u bën pjesë e Durana, duke përfituar lehtësirat fiskale, që do të hynin për ta në fuqi nga janari i vitit 2025, kohë kur paralelisht konkurrentët e tyre në sektor do të paguanin 15% tatim mbi fitimin, përfshirë dhe detyrime të tjera. Kështu që vendimi për të bërë pjesë e Duranas kundrejt një tarife prej 50 eurosh në vit ishte absolutisht në interesin e tyre. Skema e ndërtuar për t'ju dhënë lehtësi këtyre bizneseve bie ndesh me ligjin shqiptar për procedurat tatimore, por edhe ligjin e miratuar në vitin 2022 për parqet teknologjike. Ligji i vitit 2022 në pikën 12 të tij përcakton qartë se transferimi i një veprimtarie ekzistuese në territorin shqiptar në park me qëllim kryesor përfitimin e lehtësirave të parashikuara në këtë ligj është ndaluar. Çdo transakcion që në thelb rezulton në transferimin e veprimtarisë ekonomike sipas përcaktimit të mësipërm është ndaluar. Përkthimi i tij krahasuar me ligjin për procedurat tatimore ndalon që një biznes ose ortak të rishpik veten në një tjetër emër, por me aktivitet të ngjashëm, vetëm për të shpëtuar nga detyrimet fiskale.
Nga verifikimi që zëri i bëri listës, në mbi 90% të saj, të njëjtët ortak dhe aksioner kanë disa kompani të tjera jashtë parkut me të njëjtin status ku ndryshon forma por jo përmbajtja. Shembulli më i mirë për këtë është biznesmeni Gëzim Hoxha, i cili në Durana ka hyrë me kompaninë Cybermind dhe Box Artificial Logic. Brenda parkut, Hoxha hyn me ICT, digitalizim, siguri kibernetike, AI, ML, IoT, si pjesë e kërkimit dhe inovacionit, ndërsa jashtë me kompaninë First zhvillon software, SaaS, cyber security, sisteme të sigurisë elektronike dhe kibernetike në një përputhje thelbësore në IT dhe kibernetik. Të dyja kompanitë e Gëzim Hoxhës përputhen në fushë, kompetenca, standard dhe output profesional. Kaq do të mjaftonte që në zbatim të ligjit për parqet teknologjike, ai të mos pranohej si antar i Durana. Kjo nuk ka ndodhur. Ai bashkë me kompanitë e Beqirit, Agasit, Koromanit, Cikos e të tjerë janë bërë pjesë e Durana. Zëri i u drejtua me një kërkesë për informacion zhvilluese së parkut, zonjës Elira Kokona. Pyetjeve tona se cilat kanë qenë procedurat e pranimit të kompanive, filtrat për të shmangur një kalim fiktiv të veprimtarisë në Durana, deri në publikimin e artikullit, nuk kanë marrë një përgjigje. Ndërkohë, burimi i than zërit se këto kompani nga 1 janari deri më 15 janar nuk kanë kryer asnjë aktivitet ekonomik, qoftë edhe virtualisht si pjesë e Durana, gjë që ngre dyshime për suksesin e Duranas, që fill pas goditjes së dyshes Agasi Beqiri nga SPAK, nuk kanë kryer asnjë shërbim ekonomik. Deri më tani, ëndra një parajse fiskale është ngrirë. A do të merrte Durana para nga shteti? Deri më tani, asnjë transaksion i tillë nuk ka ndodhur. Nga kërkimet e zëri, në fakt ne hasëm në një tjetër tentativë për të ndryshuar ligjin e vitit 2022. Një projekt ligji i propozuar nga deputeti socialist Ramion Kurti, i kaluar tashmë për shqyrtim në parlament për disa shtesa në ligjin për parqet teknologjike dhe shkencore, parashikon 2 ndryshime të rëndësishme që prekin direkt parkun e vetëm teknologjik të vendit, që është Durana. Konkretisht, në gërmën dhe në fund të paragrafit shtohet fjalia: përdoruesi rezidenti i parkut regjistrohet në territorin e parkut me nipt dhe nujs parësor ose dhe me nipt nujs dytësor në territore të ndryshme nga territori i parkut. Ky ndryshim përcakton në thelb se përdoruesit e parkut mund të kenë 2 nipte, njërin brenda parkut dhe një tjetër jashtë parkut, por duke gëzuar privilegjet e parkut. Ky ndryshim është një derë hapur që hyrja në Durana të jetë vetëm formale, ndërkohë që aktiviteti të vazhdojë jashtë parkut. Një tjetër ndryshim i përgatitur në parlament është të përfitimi nga parat publike. Më konkretisht, në nenin 5 të këtij ligji, parashikohet që kompanitë e parkut mund të shesin enteve publike ose sipërmarrjeve të përbashkëta produktet e prodhuara në park me një çmim më të ulët. Në këto kushte, pyetja vetme që mbetet është: a do të ketë një aktivitet ekonomik Durana jashtë gardhit të përfituesve të kontratave publike? Projekt ligji i fundit i propozuar nga deputeti Ramion Kurti duket se do të thellojë këto privilegje, ndërkohë që hetimi SPAK për faktin se Durana nuk ekziston në terren vazhdon.